Përshëndetje, unë quna Mehmet Goshi, fshati Mramur, logja Sytesk. Si ju duket jeta sot Mramur me krahasu me periudat e mëhershme? Jeta Mramur me periudat e kalume janë këtë ndryshe. Por para konë koha ndryshe, konë koha e shtirë. Si me punë, si me gjithë shka. Tash, kjo koha e sotit është koha me letë, me mirë, me shkretë. Njën doli mjetet për shembull me punu, traktora, komboja, sene për para me kuel, me kije, me sene, me kamshi, me kije, me kuele, gjithë shkopi konë ndryshe. Tash të kretë ndryshe, sa është ma mirë. Natyrën e ka të mirë shumë, unë e shfrytëzoj. Natyrën mas shumë të gati rri, gjithë, mas shumë jashtë ditën rri, se mrena së rri, shkaki i ajrit që është ajri pastër, ajri mirë. A ka ndryshime të mëdha pe që u marru liçeni Badovcit ngat? A ka ndiku najse jetesën e juve? Liçeni Badovcit ka ndiku pak me mjegull. Bëhet quhet mjegull për mjegull, krijohet edhe besa na bën dëm këtë fort, shkaki i bastrave, qytyne për boqe, për sene që janë, këtë gjë na bë dëm. Përpara kur s'ka pas atë për mjegull se pengrazar ujt, a ku me ditë qysh, na bë dëm ka pak. A ka turizëm? A vinë njerëz në vikende këtu në Mramur me shpenzu vikendin? Vinë, për sebepa këtu se kështu nuk as vinë. Vinë për sebepa, mi qasia e aronas vinë, po i në bodhe do natit e do villa, do parcere, do parkofe i kanë qirë shkojnë shpesh, që dhe nalë Mramur, nalë kryet, ka, shkojnë, vizitojnë shumë shkojnë. Qysh është infrastruktura në Mramur? Shembull, qysh është e ndërtu me rruga, a ka ujë të pishëm, a ka rrymë mjaftueshëm për banorët e Mramurit? Rruga është e mirë, o konet e tash, ka nisë mu dopsue, me të shue. Rryma valla, se kur kretë, her kem, her s'kem, e nolin, po nolin, s'di pse. A ka naj mungesë naj shërbimit që ju vyn juve, është e domosdoshme urgjente, shembull, a ka ambulancë mjaftueshme, transport publik, apo naj market ose diçka që ju vyn juve që është mungesë? Transport ka, ambulancë, e kjen ambulancën, du të me shku në ambulancë, më drejtu në ambulancë, me marrë zem, me shku, nëse je për me shku të specialistit, të specialisti, nëse si je që të shku në i barë në merë, banorët e Mramurit mirën, edhe me bujqësi, edhe me blegtori, edhe me thujse me tana. Dikush ma në gjonë, dikush e për në tokën, dikush që të parë katonore sopi. Veç gjithë që punojnë. Unë për veti, për dimën s'kam kur farë sfide. Pregadit në heret për dimën, edhe se kam kur farë problemi për dimën. Bura është ose mua që mu ko që i desh ka s'po ko, sene jo, e bojme që me dru me ka krejt qak më në vëjtët, edhe s'kam kur farë problemi. Po gjithë mërë shpetat e kjena mu ndërtu diçka ma mirë. Nëse s'ndërtuat ma mirë, nuk o ashtu mirë, se do sene ka pak mungujnë për shambull. Me pos, e një usjelt me pos na, s'kena usjelt s'keq. Që me bunora, me pusa që thujem, e mujna me pos usjelt, se ka o nalë që ka uj, bëtëp sa dur për neve. Na kanë premtu pushota, ja bim, para 2 vjetë, tash e kanë nërë si binë, si po vëjdojnë mos pënin, ajo na mungon bëllë. Se verës dikush, borën edhe me bure uj me pi. Se s'ka thot për pëmerë, po nuk e di, i lonë që është, ka nevoj për ato. Logje Sytesk. Me profesion, kom qenë polic 37 vjetë për uj punë. Për momentin që 2 vjetë kom dollë penzion. A ke menu në herë mu largu për Mramurit? Jo, mu largu s'ku menu kur as nuk mendoj. Qka ju moni juve alo Mramur? Tu na mojnë se janë të gjithat mirat që i ka që zoti, edhe me tënat mirat janë ojri, uji, tuka,
çka ekziston këtu është mirë. Që tash, veç ja kanë fillu më këthy, se më largu asnjë sa të largu. Veç ata që në largu jenë të këthy. Me orë të me jetu. E shkollat nuk kanë zonza mjaftueshëm. Shkollat sot tesë kom byllë se nuk kanë zonza. Që ata pak në zonza që në meti kanë qunë shkollën në Mramur. Në qendër ku anë në Mramur në altë, sot tesë shkolla në byllë. Kom dëgju që përdojnë me bo qerë dhe të mive këtë shkollën këtu në sot tesë. Para luftë dhe gjatë luftë konë jetë ashtirë. 10 vjetë këj popullë konë pa punë. Mas pore për eksistencë ka hikën. Transporti publik, a ju krym puna, ka autobusa sa duhet? Transport publik ka me ballak, çdo orë, çdo 2 orë ka autobus Prishtinë-Mramor, autobusi i fundit është 11:20 nisën Prishtinë për Mramor. E me ndrimin e kush ndrim 2 natës. Po në Mramor në i vend ku mlidhni ju fshator të diskutoni për gjëra rreth fshatit. Vallai me pas në të bëjmë shkollë ose në xhami. Çu she kalon ti ditën në Mramor si një pensionist tash në vit? Unë që 2 vjet im dal pension, quhen në mëngjes, e pi kofën ma qëtë nusja kofën, një kofën mëngjes para 7 gjys 7, quhen e hypi kirit, shkojnë në kafe ka poshtë e tempo thirët që të gjodja gilonit, e pi edhe i kafe aty a 2 rime dërshuk, aty dej në uranon. Në uranon më thirë nusja, thët hajde so bo kaftjalli, unë i hypi kirit edhe vinë shpe, o kaftjall, pi qaj, edhe ta na dalëm thirin shuk, anë Prishtina, në Gilana, se kam shëshni shumë, edhe dalën e s'rin shpe. Sa i përket tradita dosma shqiptare për gjatë viteve, ka ndryshu me zë? E po, traditat e dorsma ka ndryshu shumë. Për para dorsma konë 4 ditë. Unë një stajten, kam baru të honën. Tash dorsma është pës 1 ditë. Edhe ato e thirë, veç burre gru, thmija jesin shpe, a e dorsëm sa. Atëra, ma shumë jenë kënosh thmija në dorsëm, se tash ka 2 vjetë i thirë, në qënë në restoran, edhe qështu. Ashtu ndodh një fenomen i rinis tash që po shpenzojnë shumë parë për dorsëm edhe mas një kohë të shkurt po dohen. Çfarë menimi e kiti për këtë fenomen? Unë e ka menimin se tash që aty njoftuhen që aty e merë. As e vetë kën e ka bob, as kën e ka doj, as i kojë të, edhe mrena mujt shkatruhet. Për para kur u martu njëri, unë e kur u martu, e kanë vetë edhe kën e ka doj, që shë ka familjen, e tëna i kanë vetu edhe tëna jenë martu ata njerës. Tash në rrugë e merë, në rrugë e lenë. Se veti që asë e kojti, asë ka je, që aty e merë, aty e lenë, pa atërën e me mëset jo martuë. Dojnë e kom pas mëset, jo më feju, kom najtë gati 2 vjetë i feju se shkova ushtarë, kër jëm këthy, jo martu. Cili kështë me qenë mesazh jyti për rinin të? Po mesazhi jam për rinin të, shtetimi për kërën rinin, fabrika me qelë, mi pënsu, këta se shumë i venin e vetë. Ty si pensionerat, me aftën pensioni që e merë në fund? Ja, pensioni jam, më shkanë kafe që aty e cigare. Ja, për pension tem, zëtë dosh bere qëtë, se lojë se nja që i kilë që i qërë me bune e fardike, kënë që me bune me qusë, së ne qënë, me pensia. Që shpja delë të dhe më të? Po dalën e se e kam e djolin punë, mos me konë djoli asë në smëj, sa për pension tem, jënë e kafe edhe do në më shkanë. Ma për para, një person i ka mojt 10 veta në familje me një punë që e ka bo, po tash po du të me punu 5 veta për me mojt një familje me kushte mesatare. Tash të jetë e tjetër. Për para 10 vetë kanë honi të anërë. Tash 10 vetë honi 20 anira, ose 30 anira. Se merë supën, e merë tjetën e të anërë, një person pa 3 pijota nuk është. Tash të këna bli edhe macinat, që i lojnë të anta për mërvesh. Për mushët me gjda sa baja, anë mushët. Edhe një sahat veç e nglënë. Si pas të qysh kish me mujt mu parandalu këj fenomen që mos me lëshuri një vend? Po mi pënsu, mi përkro shteti, ata që përshojnë venin përshkojnë për një jetë matë mirë jashtë.
se këtu s'ka kur gja. Për që ata po ikin dhe pelshujnë. Kush mendon ti se është shkaktari që siç e tha edhe vetë nuk ka kur gjë? Shkaktor është qeveria kryesore. Sa ajo pas për vjeti menon edhe nuk menon për popull. Veç luftuin cili me hymë shkam aty, edhe me i mu gjepat, po pasënuhen mrena note, fukaroja, qyshe pas të po gjithë. Sa i përket inflacionit, domethënë rritjes çmimeve të produkteve. Çfarë mendon ti për këtë? Çmimet janë rrit, so për që nuk e di, rrugat s'kan livrit heq, pensionet s'kan livrit heq. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra sa i përket emisionit të kësaj jave në Mramor. E deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.